Banka e Shqipërisë ka vendosur të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit duke konfirmuar një shëndrim të kujdesshëm të politikës monetare në kushtet e një ekonomie që vijon të rritet, por që mbetet e ekspozuar ndaj rreziqeve të jashtme. Në konferencën për shtyp mbi vendimarrjen e politikës monetare, guvernatori Genseko theksoi se ekonomia shqiptare ka shfaqur një ecuri pozitive në fillim të vitit 2026, e mbështetur nga rritja e aktivitetit ekonomik, punësimit dhe pagave, si dhe nga zgjerimi i kreditimit për sektorin privat. Megjithatë, ai paralajmëroi se zhvillimet ndërkombëtare, veçanërisht tensionet gjeopolitike, mbeten një faktor rreziku për ekonominë globale dhe atë shqiptare, duke kërkuar një qasje të kujdesshme në vendimarrjen e ardhshme. Parashikimet e skenarit bazë sugjerojnë se rritja e çmimeve të naftës dhe të energjisë në tregjet botërore do të shkaktojë një rritje të lehtë dhe të përkohshme të inflacionit mbi objektiv gjatë vitit 2026, si dhe një ngadalësim marginal të ritmit të rritjes ekonomike në vend. Ky parashikim faktorizon trendet pozitive të zhvillimit të ekonomisë shqiptare, treguesi të përmirësuar të stabilitetit ekonomik dhe financiar, pritjet për përfundim relativisht të shpejtë të konfliktit në lindjen e mesme, si dhe hapësirat e shtuara të reagimit të politikave tona makroekonomike. Bazuar në këto premisa, efektet e goditjes pritet të jenë kalimtare dhe të mos lënë gjurmë afatgjata në trendet e zhvillimit ekonomik të vendit. Megjithatë, pasiguria për të ardhmen mbetet e lartë dhe balanca e rreziqeve mbi inflacionin është vendosur në kahun e sipërm. Guvernatori nënvizoi se politika monetare ka kontribuar në ruajtjen e stabilitetit financiar dhe në krijimin e kushteve të favorshme për kreditim dhe investime, ndërsa tregjet financiare paraqiten të qëndrueshme.